Përshëndetje, unë jam Shanaj Shala, jam magjistre protokollit ndërkombëtar dhe diplomacisë së butë, ish këshilltare dhe shefe protokollit e kryeministit të Republikës së Kosovës dhe trajnere aftësive të buta e protokollit dhe e komunikimit. Dhe sot do t'ju përgjigjem disa pyetjeve në lidhje me protokoll dhe mirësjellje. Pyetja nga italiane. A hahet pica me thikë pyron apo bën me dorë? Në italian se bën këtë pyetje sepse din që pica hahet me dorë. Por, varet krejt për kontekstit. Nëse jeni në një restoran pak ma fancy shmensi, e din që e ki ndonjë dokument afër vetes, apo kime nënshkru diçka, apo kime marrë shënime, apo në fund të drekës apo darkës zyrtare kime përshëndet personin me të cilin je taku, atëre definitivisht piruni dhe thika. Por në një ambient ma pak formal, me shoqni, me familje, definitivisht me dorë. Okej, shpresë apo pyet, kush duhet me pagu në takimin e parë? Shpresë nuk e di a e ki për takim zyrtar apo e ki për date, mirë po, sipas protokollit tradicional, personi që fton zakonisht pagun, po themi që jeni në një date, ju ka bo dikush bashk, nuk ka pas ftesë prej asnjënës palë, come on, bënë gentleman, paguja qikës pijen. Pyetje nga Learti. Kush jeni pari në lokal, djali apo vajza, edhe kush deli pari? Zakonisht, djali ish dasht me hap derën, sipas protokollit për me mujt me hi vajza e para, edhe ndalje, djali është ai i cili prapë hap derën, mirë po del i pari për me u siguru që kalimi është në rregull edhe është sigurt me kalu vajza. Pyetja nga Milaimi. A bën me majt telefonin në tavolin kur jam në një takim? Jo. Nëse e man telefonin në tavolin, tregon mungesë respekti ndaj personit me cilin je taku, sidomos nëse është takim zyrtar. Kisha sugjeru me hek telefonin, mos me majtë në tavolin, por nëse jetu e prit një telefonat shumë të rëndësishme apo një mesazh shumë të rëndësishëm, tregoj paraprakisht personit me cilin jetu taku, ku të vjen thirrja apo mesazhi, lexoje shpejt apo krye shpejt, prap kërkoj falje personit me cilin je taku dhe largoje telefonin prej tavolinës për me mujt masajna me u fokusu te personi me cilin jetu fol. Pyetja nga Albini. Kur kemi delegacionet të huaja, kush ulet në të djathtë të Nikoqirit? Zakonisht ana e djathtë është ana e nderit edhe është e rezervuar për mysafirin i cili është në pozitë më të lartë apo kryesues i delegacionit. Mirë po, është një përjashtim kur Nikoqiri ka pozitën më të lartë se sa mysafiri, atëherë ana e djathtë i takon Nikoqirit. Përndryshe, nëse mysafiri është në pozitën e njëjtë me Nikoqirin apo pozitën më të lartë, atëherë definitivisht ana e djathtë i takon mysafirit. Pyetja nga Geto. A ka rëndësi renditja e flamujve mrapa në takime zyrtare apo veç qysh doket ma mirë në kamerë? Kur gjë nuk bëhet veç qysh doket ma mirë në kamerë, por dush me bo qaq mirë sa me dal tepër mirë edhe në kamerë. Flamujt janë simbole shtetërore, vendit cilave përcaktohet me ligj, dhe nëse vendosim gabimisht flamurin, është edhe mungesë respektit ndaj flamurit apo ndaj musafirit të cilit ja kemi vendos flamurin. Pyetja nga Qëndresa. Kur jam takim zyrtar, a bën me qit këmbën mi këmbë? Varet shumë prej setupit, nëse je ulur në tavolin edhe nuk do kën këmbët, edhe nëse që ajo ka me të bo me uni ma rahat, definitivisht mundesh me qit këmbën mi këmbë. Mirë po, nëse je në një setup ku do këtë krejt trupi, edhe e ke qit këmbën mi këmbë, veç paramenoje ta kish bo dikush një fotografi, edhe te kishe këqyr fotografin, atë kish pëlqy vetja qysh je ulën. Zakonisht, kur e qesim këmbën mi këmbë, jemi në situatat sikletshme apo stresuse, nuk e vrejmë veten që bojmë lëvizje të ndryshme me këmbë, kështu që preferohet që këmbët të jenë stabil në tokë. Po ashtu në disa kultura, ekspozimi i shputës së këpucës mundet me u dok si mungesë e respektit. Pyetja nga Vjosa. Kur kryeministri merr dhurata nga shtete tjera, a i merr në shtëpi apo mbesin në qeveri? Dhuratat shtetërore nuk janë dhurata personale. Ato ruhen, evidentohen dhe ekspozohen nga institucionet përkatëse. Pyetja nga Sokoli. Pse krerët e shtetit ulen mbrapa nker edhe gjithnjë mbrapa ulses së shoferit? Po, mbrapa nker, mirë po jo mbrapa shoferit. Edhe kjo ka të bëjë me çështjen e sigurisë. Nëse krerët e shtetit ulen përpara, atëherë kjo paraqet rrezik, por po ashtu mbrapa në anën e djathtë, do të thotë që kur nalet keri, automatikisht dalin në trotuar apo në vendin ku janë transportu. Po t'ishin ul mrapa shoferit, ishin dasht me shku rreth e rrotull ose mrapa kerit, e cila prap është rrezik.
Kështu që në këtë rast është çështje e sigurisë dhe efikasitetit. Okej, pyetja nga albaneze. Në darkë kush duhet me fillu me hongër i pari, i zoti i shtëpisë apo mysafiri? Zakonisht në darkë apo drekë, sidomos nëse është zyrtare, nikoqiri është ai i cili jep shenjen apo i uron të tjerëve, ju boft mirë, e cila sinjalizon që munden me fillu me hangër. Ose personi i cili ka pozitën më të lartë fillon zakonisht apo e jep sinjalin me fillu, edhe si shenjë respekti të gjithë pjesëmarrësit tjerë e presin derisa fillon nikoqiri apo personi me pozitë më të lartë. Pyetja nga Blini, kur ja jap dorën dikujt, a bën gjithë me shtrëngu që me tregu autoritet? Nëse je tu e shtrëngu dorën e dikujt, sidomos që është pozitë më të lartë, nuk je tu tregu autoritet, thjesht je tu tregu që ki mungesë respektit ndaj personit. Zakonisht kur përshëndetemi, dorën duhet me shtrëngu shumë lehtë, me tregu siguri, por jo edhe autoritet. Pyetja nga Blerdoni. Na i këshill për me luftu stresin. Merr frymë. Zakonisht kur jemi në stres, kur jemi në siklet, harrojmë me marr frymë. Harrojmë që gjithçka është e frymarrja. Mundohu me marr frymë thellë përmes hunës dhe liroje përmes gojës dhe bëni disa cikle. Kjo ka me të qetësu tepër shumë. Zakonisht ata që mirën me sport apo kanë hobi se aktivitete të ndryshme fizike e din që gjithçka është e frymarrja. Kështu që sa më shumë që e rregullon frymarrjen, qaq më mirë e kontrollon stresin. Pyetja nga Kastri. Qysh bën me hek frikën për me fol në publik? Practice makes perfect. Ushtroje. Dil para pasqyrës, inqizoje veten, bën çka do që duhesh me bo për me mujt me ushtru edhe me qenë sa ma i sigurt, me sa ma me vetbesim para se me dal para kamerave. Po ashtu ka njerë duhesh me shty veten, me ekspozu sa ma shumë për me mujt gradualisht me përfitu qatë vetbesim. Pyetja nga Bora. Nëse ke lind introvert, a munësh me u bo ekstrovert? Ndoshta pyetje për psikolog, mirë po, si një introverte, muj me konfirmu që munësh me trajnu veten për aftësitë sociale. Munësh me trajnu veten me komuniku me vetbesim edhe me sigurinë e ambiente ku nuk ishe një zakonisht mirë po pa e ndryshu natyrën tënde. Pyetja nga Artoni. Nëse ftesa thot në ora 8, a duhet me shku në 8, a 8 e pak? Krejt varet prej kontekstit. Nëse je tu shku në një takim zyrtar apo formal, atëherë është mirë një 5 apo 10 minuta më herët me shku për me mujt me alon vetës hapësirën për mu ambientu edhe me u rahatu para se me fillu takimi. Mos shko shumë ma herët, se masajna jetu i vendos nikoqirin në siklet, sepse tash duhet edhe me figure out çka duhet me bo me ty. Nëse je tu shku në një darsën për shembull, zakonisht në ftesë është e caktuar ora e pritjes së musafirëve, respektoje qatë kohë. Mirë po në ambiente jo zyrtare, kur takohesh me shoqni, është prap mirë mos me u vonu shumë, nëse veç vonohesh 5 deri në 10 minuta është okej. Mirë po duhesh me e thirr paraprakisht edhe me tregu pse po vonohesh edhe me respektu kohën për cilën jetu i thonë që kemi mri. Pyetja e fundit nga Rinesa. Kush i ka vendos rregullat e protokollit dhe mirësjelljes? Zakonisht rregullat e mirësjelljes janë pjesë e traditave, kulturës, vlerave tona. Sa i përket protokollit, ekziston ligji i cili përcakton pozitat e krerëve të shtetit, organizimet e ndryshme shtetërore dhe rregullat e ndryshme diplomatike dhe protokolare. Ju faleminderit për pyetjet dhe për mundësinë me fol për protokoll dhe mirësjellje. Shpresoj që protokollin edhe mirësjelljen nuk keni me pas si rregulla të cilat ju kufizojnë, po më tepër si mjete të cilat ju ndihmojnë me vetbesim me u gjinë në situata të ndryshme.